A thu val, cila është ajo gjë e cila muajin e Ramazanit e ka bërë kaq me vlerë? Thamë se vlera e muajit Ramazanit është e madhe. Allahu Gjelle wa Ala këtë muaj e ka çmuar shumë. Kështu e kanë trajtuar edhe dietarët e hershëm. Kështu Zotën e ka trajtuar edhe vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. A thu val, cila është ajo punë e cila ja ka dhënë këtë vlerë madhështore këtij muaji? Nëse dëshirojmë të punojmë ndonjë projekt, qoftë shpjegimi ndonjë libri, qoftë ndonjë gjë tjetër. Për shembull, nëse themi shpjegimi i librit të Buhariut, librit më të saktë pas Kur'anit fisnik. Nëse e përshkruajmë atë komentim të këtij libri, kemi me thënë se vlera e tij është e madhe për faktin se është komentim i filan librit. Me një fjalë, vlerën edhe pozitën e ky komentim e merr nga libri bazë të cilën është duke shpjeguar. Edhe muaji Ramazanit. Shtrohet pyetja, cila është ajo arsye që ky muaj e ka këtë vlerë kaq të madhe? Për mos shkuar larg, është e qartë se vlera e këtij muaji është nga vlera e zbritjes së librit të Allahu Gjelle Gjelaluhu, mu në këtë muaj. Thëtë Allahu në Kur'an, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas. Muaji Ramazanit është muaj në të cilin Allahu Gjelle Gjelaluhu e ka zbritur Kur'anin. Udhëzim për njerëzit. Udhëzim për njerëzit nga e pavërtetën në të vërtetën, nga errësira në dritë. Libër madhështor të cilën e zbriti Gjibrili fisnik tek Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, i cili është libri që do të vazhdoj funksionaliteti i tij, dispozitat e tij, vlefshmëria e tij deri në ditën e Kiametit. E Allahu Gjelle wa Ala këtë libër e ka çmuar shumë, e përmes këtij libri e ka çmuar edhe muajin në të cilën ka filluar zbritja e këtij libri. Inna anzalnahu fi lejletin mubarake. Na e kemi zbrit këtë muaj, këtë libër në një natë të begatshme.